Sot shënohet Vidovdani, dita e shenjtë për serbët që tradicionalisht kremtohet në Gazimestan pranë Prishtinës. Por edhe pse festa ka karakter fetar, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se autoritetet në Beograd mund të përdorin këtë rast për të nxitur incidente të qëllimshme. Sipas tij, grupet serbe nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia janë organizuar për të marrë pjesë në këtë tubim që pritet të jetë masiv. Ai theksoi se disa prej këtyre grupeve kanë sjellë simbole nacionaliste serbe dhe ruse që bien ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe vlera demokratike. Kurti tha se festa përkundër karakterit fetar është ndëruar shpesh në një mjet për politikë nxitse me retorikë kërcënuese për sigurinë publike. Prej disa vitesh gjatë këtyre manifestimeve nuk lejohet shfaqja e flamujve kombëtar serb përveç simboleve kishtare për të shmangur tensione. Megjithatë, debatet rreth kësaj çështjeje vijojnë. Beogradi ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Kurtit. Zyrtarët serbi quajtën këto akuza të pabaza dhe thanë se kryeministri kosovar po kërkon alibi për veprimet e tij politike. Edhe pse dita e Vidovdanit ka historikun e vet të tensioneve, policia e Kosovës njoftoi se ka marrë masa për siguri dhe apeloi për qetësi dhe respektim të ligjit gjatë festimeve. Ndërkaq historia e Vidovdanit lidhet ngushtë me betejën e vitit 1389 kundër perandorisë osmane dhe është shënjuar tradicionalisht në këtë vend prej serbëve në Kosovë.